Cilën datë keni preferu si datën zgjedhjeve? Sa më vonë. O diskutu për çështjen e buxhetit? Sa i keni kërku? Para? Çështja e buxhetit ende s'është diskutuar në KQZ, po besoj që do të jetë parafërsisht si në zgjedhjet e kaluara. Sa i përket datës, kemi kërkuar që sa më shumë kohë me pas për shkak se na nevojitet përgatitje, nuk është proces i lehtë. Dhe më parë i mbetet presidenti. A u falë edhe për një antar të KQZ-s që mungon, a do të emërohet? A u diskutu këtë çështje? Ajo çështje tjetër, unë s'është çështja ime. A u diskutu? Jo, me mua s'e kanë diskutuar. A janë diskutuar edhe çështje të tjera sa i përket komisionerëve për shembull që janë në hetime nga organet? Jo, kjo është çështja jona më. Sa më vonë ai vjet që është 7 qershore? Po, gjykata kushtetuese veç e ka sa i përket votimit me postë, dy data, veç pak 2 data, 30 ose 7 qershor, kështu që për mendim tonin është 7 qershori, por prapë them le t'i mbetet presidentes me vendosje, no? Sa i përket votimit me postë, dimë që kemi pas probleme në proceset e kaluara. Në procesin e kaluar nuk ka pas probleme. Bartjes, jo në zgjedhjet e fundit dhjetorit, për shkurtit e tutje. Do të jetë prapë njëjtë. Si do të Procedura e njëjtë, sikur në zgjedhjet e fundit që kanë qenë. Për kërkesën e juaj që me ndru ligji, Po që e di që nuk ka shoh as të kam diskutuar. Nuk është diçka. Faleminderit. Faleminderit tonk.